Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për rezultatin e procesit zgjedhor të zhvilluar ditën e djeshme. Deri tani, ora 14, Partia Socialiste, pra nga 5225 qendra janë numëruar 2389. Gati te gjysma. Partia Socialiste kryeson me 52.65%, Partia Demokratike 34.12, më pas vijnë forca tjera. E treta është Partia Social-Demokrate rreth 4%, më pas vjen koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, ndërkohë që mundësia e Agron Shehit është 2.71. Pra, ajo që vjen edhe lëvizja bashkë ku është? Lëvizja bashkë 1.3% është në nivel kombëtar. Pra ajo që vjet re është një dallgë roz që ka përmbytur gjithë hartën. Megjithatë, për të analizuar procesin kemi ftuar avokatin Gylçen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është ajo që prisnit apo ishte i paparashikueshëm ky rezultat? Unë dua të them që fitove Bastin publikisht, që ti the mbi 74 mandate, unë të thoja që nuk dua asnjëri të marrë mbi 70 mandate. Gjithashtu, me sa kuptoj, edhe alibia që të kam ngritur bashkë me Erion Velin, mendoj që Erion Velia në këto momente që flasim është jashtë Partisë Socialiste, dhe grupi Erion Velia është jashtë Partisë Socialiste, dhe me sa shikoj 83 mandate janë qartazi të zotit Edi Rama, dhe zoti Rama ka punuar për të mbajtur Partinë Socialiste si një pronë private, parcializimin të saj, dhe normalisht rezultati ishte sepse ndikimi nga pushteti, por edhe nga paraja, që është fakt konkret nga shifrat dhe statistikave të SPAK-ut, është sigur që bën që Partia Socialiste të merrte një mandat të tillë, të katërt, në një kohë kur të gjithë pothuajse shkojnë dhe bekohen apo marrin bekimin e SPAK-ut, PS me 83 mandate plus 9 mandate nga 2021, që nënkupton skandalin më të madh në një vend ku demokracia kërkon pluralizëm politik dhe pjesëtar sa më shumë partive të tjera politike, dhe ajo që unë po shikoj qartazi në këtë rezultat është që Partia Socialiste e Shqipërisë është një subjekt i cili do vuaj pasoja shumë të rënda, po në një kohë të gjatë për shkak të situatës që populli jon nuk kupton, një pjesë të popullit ton nuk kupton rezultatin, ose më mirë nuk kupton situatën të cilën ndodhemi në këto momente. Megjithatë, mbi Partinë e Shqipërisë, çfarë humb dhe fiton vendi me një mandat të katërt të Partisë Socialiste? Mandati 4, çfarë fitoi Shqipëria dhe Partia Socialiste? Shqipëria, jo partia. Shqipëria nuk ka fituar asgjë, të jem realist me ju, sepse Bashkimi Evropian nuk kupton edhe të drejta edhe detyrime, pra barazohen një e drejtë me një detyrim dhe kanë frikën që ne kur do të kemi detyrat tona dhe detyrimet tona si një antar kandidat për të marrë pasaportën europiane, patjetër duhet të plotësojmë disa kushte dhe detyrat që kemi dhe detyrimet do të jenë me pasoja shumë të rënda financiare, të cilët jam i bindur që nuk kemi mundësi të përballojmë, dhe normalisht Shqipëria nuk do të fitojë asgjë më shumë përveç asaj që ka fituar Partia Socialiste. Partia Shtet Pushtet u vërtetua, policia e shtetit punoi për interes të Partisë së Pushtetit dhe SPAK-u punoi për interes të Partisë në Pushtet dhe jo të shtetit, që është diçka tjetër, jo partia. Pra do të thotë Shqipëria nuk fitoi asgjë. Avokat, zoti Berisha po përgatit fjalimin e fundit. Nga ai që ka folur deri tani, pyetur nëse do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve, ai ka deklaruar që vetëm ai që është sipër mund të ndalojë PD-n pa bërë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Ky popull do të votojë i lirë. Forcën e të nuk do të ketë ndalojë shqiptarët votojnë të lirë, ka hedhur dhe akuza për sa i përket 100 euro për një vot, janë ngritur struktura ilegale pranë qendrave të votimit,
do presim rezultatin më pas do bëjmë vlerësimin, por ka një heshtje edhe nga një pjesë e eksponentëve të lartë të Partisë Demokratike, është shprehur që ky nuk ishte rezultati që prisim. Pra, po edhe unë të them që nuk jam pjesë e Partisë Demokratike dhe asnjë subjekti tjetër politik, dhe unë po ju them që unë nuk prisja mbi 70% mandatet për zotin Rama dhe as për Partinë Demokratike. Pra më publike që të kem bërë un apel dhe të them që unë nuk pres, mendimi im është ky, që unë nuk pres mbi 70 mandate, sepse e kisha si një informacion nga njerëz që kanë folur që nuk durohet ky me 12 vite. Por ky ka marrë edhe 74 plus edhe 9, ka shku 83. Pra, o njerëzit na mashtrojnë të bisedojmë, po mirë, edhe po ta marrë edhe 140 nuk e kam problem fare, sepse unë e di shumë mirë se si është Shqipëria, nuk është se jetoj në një botë tjetër. Unë e di shumë mirë ku është Shqipëria, po unë nuk mund të bëjmë njësoj si ata të cilët, një sekond të sjerë diçka. Unë nuk mund të bëjmë si ata të cilët thojnë këtu nuk bëhet ky vend dhe ky vend do korrupsion dhe kështu, po nuk është kështu. Unë luftoj që mos ketë korrupsion, unë luftoj që ky vend të bëhet, por ama nuk mund të bëhet me logjikën që më i mirë është ky sepse i ka futur të gjithë në burg dhe ai i cili është plak nuk ja vlen. Kupton? Kjo është diskriminim, nuk që diçka pozitive. Unë më lef, më dëgjoj të them diçka. Unë më lef për Edi Ramën dhe Sali Berishën nuk kam. Pse? Sa ata janë të zot, kanë mbajt partinë, derisa në rast se ti je i zot dhe don të mbësh diçka, shko merja partinë, po nuk mos fol vazhdimisht kundër tyre. Pa më thuaj të drejtën ashtu siç duhet. Dhe kështu e mendoj unë. Unë them të drejtën ashtu siç duhet. Edhe për zotin Rama, që ai me këto shifra që jemi i ka bërë nga politikan burgaxhi, dhe për zotin Berisha, i cili kjo situatë që është brenda Partisë Demokratike ka dëmtuar Partinë Demokratike. Nuk kanë vlerë fare ato funksionarët e lartë të Partisë Demokratike, kanë bërë atan me politikat e tyre dhe kështu nuk kanë rëndësi fare. Unë për mendimin tim ajo që duhet të kuptoj jo vetëm unë si qytetar, po të gjithë qytetarët, është që në këto momente që flasim duhet të kuptojmë që Shqipëria nuk shkon në Bashkimin Evropian me këtë mandat 4 të Edi Ramës dhe me 83 mandate. Por do vinë komuniteti politik të javë. Është komunitet politik ai. Pse quhet komunitet politik? Sepse ka qeveri të ndryshme, por nuk ka forcë sovraniteti. Sovranitetin e kanë të gjithë shtetet anëtare. Dhe tani të gjithë shtetet anëtare do vinë të pyesin zotin Rama dhe të thënë, po mirë, na thuaj sekretin që ta bëjmë edhe ne ta aplikojmë në vendin ton. Edhe unë isha kryeminist në një vend evropian dhe thoja, më fal, a më thoj do të sekretin? Po dëgjoj, është edhe Orbani me 4 mandate. Dëgjoj, do të them diçka tjetër. Unë habitem që zoti Rama t'i thot atyre që unë kam punuar me meritokracinë. Ato nuk ta besojnë, do thënë me meritokraci ke punuar, edhe do pyesin ambasadorët e tyre çfarë është meritokracia në Shqipëri, do thënë politika në burg, korrupsion, banda, shitblerje votash, që janë të provuar me video këto gjëra. E pastaj politikanët do shkojnë në vendin e tij do thotë, po atëherë në Shqipëri që ka nami, do të vërtetë nuk ekziston ka meritokracia. Avokat, por ata sa i thonë në këtë rast kur Partinë Demokratike e dim situatën si është. Nuk ka pas alternativë bindse. Një sekond, populli, shiko, kur ty të rref burri, do ta bëjmë këtë edhe një herë, edhe ti burrin e pranon, se thua është burri që më rre, pastaj e pranon herën e dytë, e pranon herën e tretë, e pranon herën e katërt, e bë zakon burri këtë gjë. Dhe kështu është populli jonë. Me çove të gjyqit që s'ka divorc. Pra, e kuptove tani, dhe kjo është situata që viktima, flasim gjithmonë në anën e gruas. Populli është një grua e cila është e dobët, që nuk e kupton situatën, kur të reagoj, si të reagoj, po të reagoj është frika edhe kështu. Ndërsa burri, i cili është pushteti më i egër, është ai i cili e bën këtë gjë, po bën një lojë fillimisht. Shikon, gruaja e kupton që burri është i fortë dhe kur burri vazhdon dhunën, ajo e ka bërë ka zakon. Por ama do të them një rast për këtë gjë. Por kur çohet gruaja,
që është populli viktima, edhe merr stafetën në dorë, burri kalbet 4 vite në përburgje dhe burri i lutet gruas, o gru, normalizim marrëdhëniesh, thot avokat, gruan ma merr në telefon që të shkoj te noteri të firmosi normalizim marrëdhëniesh, edhe ti i thua, rri në burg, mos ke merak se ka aksidente gjatë rrugës. Mos i them, rri brenda se gruaja e mori stafetën. Dhe kjo ditë do të vi. Prandaj sot si një shembull të tillë. Besoj populli të më kuptoj. Për ata të cilët mendojnë në mënyrë të ftohtë, jo në ata të cilët mendojnë në mënyrë emocionale. Pra burri është pushteti dhe gruaja është viktima e dhunës flase, me këtë koncept. Avokat, aja me tek analiza e qarqeve? Jo, mos ta gjëm gjithë kotani. Ne këtu i kemi qarqet me syve figurë na 83, 51, 3, 1, 1, 1, çfarë do tjetë ti? Edhe s'ke din të kishim bërë, nuk do kishim fituar. Pra Rama s'ka nevojë për qeverinë as për Tom Doshin, as për parti tjera? Në formën e ligjit, po jo, ka nevojë sepse i duhen për të bërë ndryshimet kushtetuese. Ç'a ndodh me SPAK-un tani? Ç'a i pret atyre, a tha standarde. Prit. A do tentoj i shkoj te telefoni tani? Kush do tentoj? Tani, kush do tentoj? Se ti, avokati thua ruajtë nga Berisha, po e mësoj nga Rama. Po, është e qartë kjo. Zoti Rama do t'japi mësim SPAK-ut. Edhe mësimi do t'jetë i paimagjënueshëm. Po kde ku shkon? Mund të shkrirja? E gjitha kallëzije nuk shkrihet dot SPAK-u tani. SPAK-u reformohet, po nuk shkrihet dot. Ato që thënë shkrirë kështu janë bulladiqe. Më dëgjoj të them tani. Rama kur tha telefonin mos ma hajde ma merr mua, Rama ma e men brenda 2 vjeçarit, jo Altin Dumani tjetë aty brenda, po të gjithë çdo kallëzim që është në emër të Ramës do t'i dali pushim kallëzimi, procedimi, kallëzimi, të gjitha pushim. Unë kur ju kam thënë, besoj të lutem se tani duhet t'ja kujtojmë. Ligjvënësi është më i lartë se pushteti gjyqësor. Të gjithë thoni çfarë thot avokati, çfarë janë këto gjëra. 83 mandate, kështu në xhep, e bëjnë zotin Dumani dhe 19 prokurorë atje përpara Ramës, të jenë në punë 24 në këmbë. Janë përpara Ramës dhe nuk janë përpara amerikanëve. Përpara Ramës, jo amerikanëve. Po Rama është amerikanëve? Urdhro? Vetë Rama, thjesht në raport me amerikanët. Me amerikanët zoti Rama i ka të baruara punët, i ka keq fare për me amerikanët republikanë, i ka situatën keq, me Trumpin e ka keq situatën. E rëndove reagimin e Lacivitës. Qa thosht ai? Janë vjedhur zgjedhjet. Tani le të shkoj ai të thot në Amerikë që janë vjedhur zgjedhjet dhe pastaj të flasit ambasada amerikane në Shqipëri, a janë vjedhur apo jo zgjedhjet. Të dali dhe sherifi tani se mjaft u fshe në për Shqipëri, të flasi dhe të vi momenti që edhe zoti Rama me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës 4 vite do jenë pezull, por zoti Rama ka gjetur shtëpinë tjetër, shpëtimin tjetër që është Bashkimi Evropian. Para se të vinte nga Dash mendoni për zgjedhjet? Urdhro? Nga Dash, do ketë një reagim nga Departamenti i Shtetit? Thash mos më the nga Dash Sula edhe ose nga Dashej, mos gaboj. Ata besoj tani të reagojnë që Dash Sula e tha, të lutet PD mos shkoj Rama 84, po ta lënë deri këtu. Dhe, po, shiko, Dashej duhet patjetër ta presim tani të 15 kaçe, se ka thonë që në rast se nuk marrin një mandat duhet të bim të gjithë nga 15 kaçe. Tani duhet të shohni gjithë kamerat e 15 kaçe të presin a do bie apo s'do bie.
Shiko, unë e kam studiuar këtë rast edhe të them vërtetën, kam menduar shumë mirë që s'kam kandiduar më në fund me asnjë subjekt politik, sepse shqiptarët nuk kanë atë që duhet një pjekuri të dur të bëjnë zgjedhjen e dur në momentin e dur, po bëjnë një zgjedhje të gabuar në momentin gabuar për veten e tyre. Dhe unë jam i bindur që shqiptarët që të arrin një sukses në të ardhmen, pra kjo pjesa e shqiptarëve të cilët të shet votën, nuk është se nuk besojnë, por nënshtrohen varfërisë. Kur ti je i varfër dhe i nënshtrohesh varfërisë edhe pushtetit, kur ti je në administratën publike edhe justifikohesh që unë po punoj për partinë sepse do më iki buka e gojës së fëmijës, ky popull, pra ky pjesë e popullit, për mua nuk më jep frymëzim për të përfaqësuar në kandidim në të ardhmen për këtë pjesë, pra kjo kategori, sepse kjo kategori gjithmonë do të japi partive të mëdhaja votën kur janë në pushtet. Prandaj unë kam menduar dhe kam thënë me të drejtë për veten time, për të drejtën time dhe për atë që unë mendoj, është që në këtë situatë që jemi, kandidatët apo kandidimet e mundshme me këto rezultate, për mendimin tim duhet reflektim nga të gjithë, por jo diskriminim për popullin. Çfarë? Duhet për popullin shpresë dhe alternativë. Jo më ky është hajdut dhe ai krye hajdut, të cilën unë nuk e kam përmendur kurrë, kush është hajduti më i madh. Por ajo që unë kam përmendur është kjo, që SPAK-u është statistik. 83 mandate mua nuk më prodhojnë që populli kuptoi që SPAK-u bërë diçka të mirë apo të keqe, por thjesht nuk i intereson çfarë bën SPAK-u. Pra, edhe jo, përfundoj mendimin. Edhe me rastin e Partisë Demokratike, 51 mandate, demokratëve dhe popullit shqiptar nuk i interesoi çfarë bën PD-ja. A ka të procedura apo jo. 3 mandate Tom Doshit nuk intereson a është pasanik apo jo. Pra, popullit pjesërisht, jo i gjithë populli jon, po pjesërisht, dhe ajo që është më e dhimbshme është që populli nuk është se ka marrë pjesë në zgjedhje, sepse pjesëmarrja është shumë e ulët. Pra, ata të cilët kanë marrë pjesë në zgjedhje janë ata të cilët janë antar partie. Pjesëmarrja është shumë e ulët, 90% e tyre janë larguar. Edhe sikur të merrnin pjesë në votën me distancë, përsëri nuk sjell rotacionin, sepse rotacioni sillet mbi 50% pjesëmarrje. Nëse ke mbi 50% pjesëmarrje, sigurisht asnjëri nga këto partitë nuk do të merrte kur këto shifra në mandate. Pra populli jon është i varfëruar, jo vetëm nga aspektin ekonomik, por është varfëruar edhe në aspektin e shpresës, sepse as Partia Socialiste, pavarësisht çfarë shikoni, nuk prodhon shpresë, sepse ndikimi tek varfëria dhe tek shtypja. Avokat, këtë do të thoja për ta mbyllur tek kjo pjesë që më dole tani e para, si do ta i shpik veten edhe një herë Rama, ku do ta gjej motivin për 4 vjeçarin e ardhshëm, një e parë, dhe e dyta, çfarë do ndodh me PD-n, pra nuk e di, kamrat sërish do të jenë të fokusuara se din blu. Po, edhe 4 vite do ta kesh Teselia blu, por Rama për mendimin tim do të ishte mirë ta mbarojmë pak për popullin edhe pastaj, se mos të mendohet sepse kemi bërë të shkëputur edhe do dalin keq kuptime dhe s'duhet dalin keq kuptime. Pra, ne duhet i themi popullit, pavarësisht se çfarë diskriminimi, pavarësisht se si është reagimi, pavarësisht se a jeni të kënaqur apo jo, a jeni pjesë të një partie apo jo, ju pëlqen një kandidat po keni frikë ta votoni për shkak të bukës së gojës, do të thotë që këto janë justifikime të cilët nuk ju ndihmojnë juve, sepse në një kohë afatgjat do ju vinë pasojat. Është kjo si puna e dhunës.
burri dhe gruaja. Pra ju jeni viktima e kësaj ngjarje. Po kur të dilni dhe të merrni stafetën, normalisht do godisni të gjithë faktorët politik. Dhe ky moment nuk ka ardhur akoma në Shqipëri që gruaja të fillojë të bëjë revoltën e saj. Dhe duke përfunduar në pyetjen e fundit, duke qenë se gruaja nuk ka ardhur të bëjë këtë revolt dhe të marrë përpara gjithçka, për Partinë Socialiste unë mendoj që në rast se zoti Rama bën një strategji të mirë, zoti Rama në rast se do të bëhet president i vendit, të marrë kompetencat e presidentit dhe kryeministit të jetë ai që emërohet nga Rama, kush ka partinë e parë, zoti Rama bën një negociat brenda një viti dhe bën ndryshime kushtetuese bashkë me partitë e tjera politike. Zoti Rama me ndryshimet kushtetuese modeli Erdogan, ashtu bënte edhe Erdogan, i fuste njerëz të vetë në burg, i mbante, pastaj i pastronte, i lucidonte me radhë. Zoti Rama brenda 2 viteve mund të bëjë ndryshime kushtetuese dhe në zgjedhjet e ardhshme lokale mund të kemi edhe ndryshimet kushtetuese, edhe zgjedhjet të parakohshme që zoti Rama të shkojë si kandidat në zgjedhjet si president dhe Shqipëria mos të jetë në republikë parlamentare, po të jetë republikë presidenciale. Është shansi i fundit që zoti Rama ka për të bërë një ndryshim në institucionet kushtetuese të vendit, gjithashtu edhe të SPAK-ut dhe institucionet e tjera. Reforma në drejtësi sapo ka marrë fund. Nuk po e vazhdojmë me tutje në fjalën e fundit të se doja të thoja që opozita e vetme i bin si tjetë SPAK-u. Me këtë doja ta mbyllja. Jo, nuk është opozita e vetme. Jo, mbaroj SPAK-u. SPAK-u ka mbaruar dhe SPAK-u do bëj atë që ka përpara syve, aty që të kam thënë në fjalin dispozita flet vetë dhe s'ka më çfarë të bëjmë. Po presim një reagim nga amerikanët ndërkohë. Dispozita të SPAK-u të kam thënë flet vetë dhe s'ka më çfarë të bëj SPAK-u. E kam mbajt, mbaroj. Rasti është i tillë që Rama është shumë komod, Berisha të dobët, Meta të dobët, Velia e akoma më i dobët, dhe zoti Rama shumë i fort në pjesën e brendshme të Partisë Socialiste. Zoti Rama e shkatron reformën në drejtësi, po sipas interesit të tij. Dhe zoti Rama është i kënaqur që zoti Dumani ka bërë punën e shkëlqyer për të goditur kundërshtarët politik, por zoti Rama në një moment do t'japi mesazhin edhe tek SPAK-u që kur nuk preket ai, se do prekeni ju në rast se më vje flaka mua. Pra Rama është njeriu më i fortë, humbi PD-ja, humbi Berisha, iku në grata nuk u hoq, humbën amerikanët, këshilltarët amerikanë që erdhën dështuan në Shqipëri. Ndërkohë ajo që pritet është vetëm akoma s'kemi reagim nga asnjë për njohurinë për zgjedhjet deri tani pak në zyrtarisht. Edhe nga amerikanët. Derisa nuk e njohë do thotë ke problem. Derisa nuk e njohë ke problem. Mos u kënaq, është si ajo puna e gruas dhe burrit, do ta themi shpesh herë këtë gjë. Gruaja dhe burri, ky njerëzit vdesin për këto gjëra. Kur gruaja bëhet e fortë, burri ikën në burg. Kështu është rasti. Burri në këto momente është Edi Rama dhe gruaja është populli. Kur gruaja populli të bëhet i fortë dhe të marrë përpara, i merr përpara të gjithë. Rama është burri tani, është si puna e zakonit. E më rrafe një ditë, 2, hajde 3, apo e për shkak të fëmijëve, apo se do kaloj pak ky, apo se burri do normalizohet, po jo nesër kështu, jo pas nesër kështu, jo po këtu me radhë. Në fund fare gruaja ngrehet edhe thotë shkon komisariatin e zonës, do ta fus me burg se nuk mjafton më. Po kur çohet ai rast, ai që është aty sa të shpotoj burrin edhe të vrasi veten, thotë më mirë po e procedoj burrin e kësajt se u pa puna, edhe u mos ngel pa buk. Kështu do vi. Baje, shënoj edhe këta, shënoj ta kemi, thjesht mos ta harrojmë.
Se megjithatë, rastin e Spakut, që avokat Spaku kështu ashtu, po Spaku ç'a bëri me shifrat e krimeve zgjedhore? Ma më pyete. megjithatë avokat përgjigjet vetëm opozita ka qenë e korruptuar. Vetëm 83 mandate s'kan qenë të korruptuar. Isha dhe uroj që Altin Dumani mos të bëhet prokuroria e Maqedonisë së Veriut. Kaq them unë. Avokatun falenderoj shumë për bisedat që kemi zhvilluar intensive këtë fushat, sidomos, por edhe për gjitha të tjerat, dhe nuk dihet deri në fund, sepse gjysma akutive janë numëruar, kështu që deri në fund procesit ne do jemi në kontakt nëse do ketë reagime tjera që sigurisht për momentin me shumë probabilitet kanë vinë nga jashtë sesa në ndryshim nga brenda. Unë falenderoj shumë. Dhe unë uroj që Partia Demokratike që nuk më pyete a do të shkoj në zgjedhje, ne këtu kemi thënë 2 emra. Dhe të jemi koherent dhe mos të harrojmë çfarë kemi thënë popullit, se pastaj populli 3 ditë ka lajme, pastaj ka hallet e veta. Unë kam thënë tek lista kur u hap dhe u shpall tek Partia Demokratike që 2 kandidatë unë shikoj si pasues të Sali Berishës, me fitore apo në humbje, e kemi thënë këte, është Josefina Topalli dhe Luciano Bocci. Pra, Berisha humbi, sipas statutit, Topalli merr partinë. Brenda 72 orëve, unë i kam dhënë Berishës afatin që të japi dorëheqjen dhe këta kandidat të dalin përpara dhe të thënë që ne do të çojmë Partinë Demokratike në fitore. Brenda 72 orëve ju që ai jap dorëheqjen. Po patjetër, kështu do ta shkruash. Brenda 72 orësh e tha avokati. E vërteta është që ai ashtu duhet ta bëj. Ai duhet ta shkruajë vetë këtë gjë. Brenda 72 orëve ai duhet të japi dorëheqjen dhe Partia Demokratike të shkojë drejt zgjedhjeve të brendshme dhe të bëj atë që duhet, zgjedhje të lira, të barabarta, vendosim edhe këtë term që e vdesin ata për këtë fjali, të ndershme, kur nuk kanë të ndershme me Tiranën. Edhe uroj që Partia Demokratike të gjejë veten e saj brenda 1 vjeçarit pas zgjedhjeve të brendshme për kryetar. Gjithashtu uroj që Partia Demokratike të hapet si parti dhe mos të jetë akoma në mesjet duke diskriminuar njerëzit për shkak se i bën kritika. Pra, kritika është gjëja më e mirë që Zoti Rama ka pranuar. Shikoni çka ka bërë Zoti Rama. Kanë qenë gjithë ato të LSI-s që thonin Ramën hajdut, kriminal, çfarë fjalie të paimagjinueshme mund të thuash, i ka marrë të gjithë në Partinë Socialiste. Dhe Partia Demokratike është kaq shumë konservator në kuptimin e ngushtë, nuk pranon kritikën e brendshme dhe vetë bën debat për çështje të brendshme, që është e paimagjinueshme të vazhdojmë më kjo situatë në Partinë Demokratike. Partia Demokratike duhet të hapet. Hapja e saj nuk kupton edhe pranime ekstreme. Pse? Sepse duhet të fuqizohet Partia Demokratike. Nuk mjafton vetëm non grata të heqet, nuk mjafton vetëm amerikanët të na duan, mjafton të na duan shqiptarët. Në rast se Partia Demokratike nuk bën që shqiptarët ta duan, Zoti Ramën e ke edhe për mandatin e 5. Deri atëherë, tjetër ne ta bëjmë 2030. Avokatun të falenderoj shumë. Faleminderit.